Tonnen Decken, 8 Tonnen Reis und 10 Tonnen Zelte ein. Auch Israel liefert Hilfsgüter. Am Nachmittag ist das Vorfeld des Flughafens in Tirana fast voll. Das Rote Kreuz kommt mit Decken, Matratzen und Kocheinheiten. Të varëbëria, paraqet për herë të parë, pamjet ekskluzive që tregojnë se si Izraeli po ndihmonte me armatim ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kann hier nicht behandelt werden. Die Luftbrücke hat also eingesetzt, waren es gestern 4 Flüge. Pamjet që po i shihni janë të vitit 1999, ku një target izraelit zbarkoi në portin e Durrësit, në të cilin ndodheshin armatimi me destinim për UÇK-n. Ky armatim, sipas akterëve të kohës që e drejtonin luftën çlirimtare, shkoi menjëherë në vijat e frontit për ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Xhirimet janë bërë nga veprimtari i shuar i luftës, Hamës Morina. Die Attacken sollen mit Hilfe von 13 zusätzlichen Tarnkappenbombern weiter verstärkt werden. Dennoch wächst der Druck auf Präsident Clinton, auch Bodentruppen zu entsenden. Bei einer Pressekonferenz wurde er gefragt, ob die NATO nicht im Kosovo eine Schutzzone für die Flüchtlinge schaffen müsse. Wir intensivieren die Luftangriffe, dehnen sie auf neue Ziele aus. Damit haben wir eine gute Chance, unsere Ziele zu erreichen. Izraeli në të vërtetë ju bashkua aleatëve perëndimor, duke ndihmuar direkt popullin shqiptar. Teksa regjimit tiran i Miloševićit dëboi dhunshëm mbi 1 milion gra, fëmijë, pleq, civil të pafajshëm nga dheu vetëm pse ishin shqiptar. Allerdings wurde den Zuschauern dazu fälschlich erzählt, sie flüchteten vor der so wörtlich verbrecherischen NATO-Armada, nicht vor den Serben. Në atë kohë, kryeministri Benjamin Netanyahu bëri një pritje të ngrohtë për refugjatët shqiptar, ndërsa fjalimin e tij të njohur theksonte se shqiptarët e meritojnë lirinë dhe se regjimi i Miloševićit duhet ndaluar. שום דבר איננו משתווה, אולי איננו יכול גם להשתוות, לשואת עמנו. אבל כיהודים איננו יכולים לעמוד מנגד. מול המראות בקוסובו של אלפי פליטים שגורשו מבתיהם, של פנים מפוחדות הניבטות מקרונות הרכבות, של ילדים שאיבדו את הוריהם. כיהודים המראה הזה מצמרר אותנו יותר מכל עם אחר. וכיהודים יש לנו אחריות מיוחדת לזכור, להבין ולפעול. Mazedonien bei dem Versuch. Vitin 1999, marsi, prilli, maji dhe qershori rikthejnë memorien e bombardimeve të NATO-s mbi ish Jugosllavinë e dikurshme. Rikthejnë skenat e tmerrshme, masakrat, gjenocidin serb mbi popullin shqiptar. Rikthejnë momentet vendimtare të ndihmës së jashtëzakonshme që Amerika me aleatët bën për lirinë e shqiptarëve. Und Lastwagen, um die Menschen weiter zu transportieren. Die Hilfsorganisationen verteilen Brot, aber es reicht nur für einen kleinen Teil der Menschen. Es fehlt auch Babynahrung. Hunderte Flüchtlinge müssen bei Frost im Freien. Bombardimet e NATO-s dhe lufta e heronjeve të UÇK-s sollën lirinë. E për këtë liri, rikthejmë në vëmendje kontributin e madh që dhan hebrenjët amerikan si Madeleine Albright, senator e kongresmen të njohur, Bob Dole, Tom Lantosh e të tjerë. Ndihma e aleatëve për ndërtimin e shtetit modern të Kosovës po vazhdon edhe sot. Maybe it's last time that we are waiting you here. Next time. I wish you all the best. And I will never forget my opportunity to meet with all of you and to share with you the joy of this day when NATO
has been victorious, Milosevic has lost, and the Kosovars can go home. Mos jemi këthim shtatin zlatarë, shtërsisht një djegëm. 14 antarë familjes më kanë jetë në për marrje në për djegëm. Jena t'ikën për 26 mars. Raportet miqësore midis shqiptarëve dhe hebrenjeve i kanë rënë çmoti. Gjatë luftës së dytë botërore, gjyshërit dhe stërgjyshërit shqiptar strehuan dhe i shpëtuan hebrenjët nga çfarosja që po vinte prej regjimit nazifashist të Hitlerit. Sich nicht die Geschichte abrupt, sondern die selbst Geschichte machen. Që i ka rënja tek historia, tek besa e miqësia që treguan shqiptarët për hebrenjët, kur ata po përjetonin vrasjet, persekutimin e mizorit e pa imagjinueshme. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe Ballkan strehuan e shpëtuan shumë hebrej gjatë luftës së dytë botërore. I tillë është edhe rrëfimi për Shaul Gatenjan. Ai u strehua dhe u shpëtua në fshatin Letnic në lindje të Kosovës, në vendin ku e filloi misionin e saj të shajt edhe humanistja shqiptare Shën Tereza. Edhe pse në moshë të shtyr, Gatenjo sot nuk e ka zor të paraqes hollësitë e rrethanave të trishta të kohës, si dhe kush e shpëtoi në fakt. Çfarë në të vërteti kujtohet disa dekada më vonë dhe sa ishte e vështirë të rritej pa prindër. Në kërkim të një vendi për të fshehur, ata arritën dikur në manastirin e fshatit Letnic në Kosovë. Ky fshat në atë kohë ishte pjesë e territorit të shtetit shqiptar, e cila ishte e okupuar nga Italia. Piçulin kërkoi aty strehim për vete dhe Shaulin dhe ofroi që në këmbim të këtij favori të gatuante dhe të pastronte. Kjo ofertë e saj u pranua dhe aty qëndruan 2 vjet. ובלטניצה היינו שם כל תקופת המלחמה. לא היו שום בעיות בלטניצה, שום בעיות. לא היה בעיות של מחסור באוכל, לא היה פחד מהגרמנים, הכל היה בסדר גמור. Lidhja e Shaulit me Zorën ishte e fuqishme. Ai mendonte se ajo ishte ëma e tij dhe e thërrëste nën. Meq ishte shumë i vogël, nuk mbante shumë mend, Zora gjatë gjithë kohës sa ishin në Letnic nuk i kishte treguar të vërtetë rreth familjes së tij dhe se ajo nuk ishte nëna e tij e vërtetë. כל זמן שאנחנו היינו בלטניצה, היה שקט והכל בסדר. כל מה שאני ידעתי שזורה היא אימא שלי. היא אימא שלי. קראתי לה מייקה, זה היה השם של זורה, והיא לא סיפרה לי שום דבר מה שקרה. שום דבר. היא כנראה פחדה לספר כילד יהודי שלא ייקחו, שלא יביאו בנו וכן הלאה. בשלב מסוים, כמובן כשהיינו בלטניצה, ניצרו אותי. אני ידעתי את כל התפילות הנוצריות בעל פה כשהיינו בלטניצה. Unë po të paksoj në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Në Letnic kishin qëndruar derisa Shaul kishte mbushur 5 vjeç. Ai kujtonin sertet të mjegullta gjatë qëndrimit në këtë fshat shqiptar. Përderisa në të gjitha shtetet popullsia hebreje ishte në numër të vogël, në trojet etnike shqiptare ndodhi kërete kundërta. Pas përfundimit të luftës së dytë, popullata hebraike ishte në numër më të madh dhe Izraeli edhe në ditët e sotme shpreh respekt të madh për ata se çfarë shqiptarët bën për shpëtimin e popullit hebrej. Për shembull, në shkollat fillore në Izrael, një kapitull i veçantë i kushtohet historisë, pjesës ku shqiptarët si komb i ndihmuan hebrenjët, duke sakrifikuar çdo gjë për t'i shpëtuar hebrenjët nga rreziku për zhdukje
që po përballeshin me Gjermaninë nazi-fashiste. Që prej përfundimit të luftës, Izraeli bashkë me aleatët perëndimor janë kontribues të rëndësishëm dhe të ngritjes dhe forcimit të kapaciteteve të sigurisë së Kosovës. Miqësia midis Kosovës dhe Izraelit po vijon më tutje të shpalosi ide të përbashkëta për të nisur bashkëpunimin në fushën e inovacionit teknologjik, ekonomik, bujqësor e të tjerë. Këto ditë, Izraeli hoqi edhe vizat për shtetasit e Kosovës. Hvala lepo, gospođe. I sestra Amanda. Hvala, gospođe. Kjo është kisha e zonjës së Letnicës, e cila territorialisht ndodhet në komunën e Vitis në Republikën e Kosovës. Nga kjo kish, shenjtoria Terez kishte nisur rrugtimin si murgesh në moshën 17 vjeçare. Me këtë kish, lidhen edhe kujtimet e fëmijërisë Shaul Gatenjës. Që nga ajo kohë, ai është rikthyer edhe 2 herë të tjera në Letnicë. Kësaj radhe është hera e tretë. Secilën herë ndihet i emocionuar sepse ky vend i kujton të kaluarën e tij. Da. Tu su one bile, samo su bile 2 kreveta, ništa više. Možda, to se ne sjeća. Da. Aha. Jako malo. Zema su katan, lepo. Aha. Dobar dan. חמור, זה סוס, זה לא חמור. לסוסים. סוסים, כן. אתה זוכר משהו? אבל אין לי פה כלום לראות, איך אני... ovdje. Sestre su išli čak i po, tu su išli spavati kod... Ovdje su spavati, časne sestre su ovdje. Tu preko. Samo ju za neziroće. Pa gdje je bilo dok se nije kuća sagradila. Aha. Ali bile su 2, menjali su se iz Skopljeda i ovdje. Da. Tako da je to bilo povezano. זה מאוד מרגש. אני פעם שלישית פה, שנה שעברה הייתי פה, ב-1975 הייתי פה עם זורה פיצ'ולין, וראינו בדיוק איפה גרנו. הבית אז נחצה לשני חלקים, בית קטן מאוד שגרנו פה. לפני שנה הייתי פה עם יעל מנדלסון, חיפשתי, לא יצאתי, וגם עכשיו אני לא בטוח איפה בדיוק היה הבית, כי הוא כנראה לא משום מה, הוא נהרס אחרי כל כך הרבה שנים. הוא בטח היה פה בסביבה. איך הוא בדיוק אני לא יודע. אני זוכר את הכנסייה, אבל היה מעניין מאוד שבשנה שעברה באתי פה עם יעל ונכנסתי, אני לא זכרתי שלכנסייה יש 2 חלקים, היא מחולקת ל2. בתור ילד קטן, בגיל 2.5 עד 4.5, הכנסייה הייתה אז בעיניי רק עם מגדל אחד. עכשיו פתאום ראיתי שזה 2 חלקים, כנראה שלא זכרתי. אבל הסביבה, היופי של המקום היה משהו מקסים. ב-1974, כשהייתי פה עם זורה, באנו, היה כנראה 15 לאוגוסט, והיה פה שירה וריקודים, אחת הגבעות, מקסים יפה, כי זה היה חג של הנוצרים כאן בלטניצה. הייתי פה, אני לא זוכר, בטח, רגע, סשה. כל הזמן קראו לי בשם סשה, וכשהייתי פה, הנזירות ניצרו אותי, הפכו אותי לנוצרי, ולימדו אותי את כל התפילות של הנוצרים. הייתי מתפלל, יודע את כל התפילות של הנוצרים. לא ידעתי מה זה יהודי, מה זה נוצרי. כשלאחר המלחמה הגעתי לסקופיה, ומעט היהודים שהיינו שם בחוג של היהודים שנשארו בחיים, אני הייתי הולך לפינה בתוך בית, איפה שהיו יהודים, מתפלל לתפילות של נוצרים. וכראש משפחה שלי, אשר, שהוא כבר נפטר, אמר, מספיק, רק תגיד שמע ישראל, מספיק עם התפילות האלה. Shaul thot se do të jetë përjetësisht mirënjohës shqiptarëve, por natyrisht edhe dadës së tij, Zora Piçulin,
emri së cilës do të mbetet I gdhendur përjetësisht në kujtesën e tij. Sipas ligjit të shtetit të Izraelit, Yad Vashemit është përcaktuar detyra e gjetjes, identifikimit, pastaj përkujtimit dhe shpërblimit të individëve jo hebrejnë. Deri më tash Yad Vashemi ka identifikuar rreth 27.000 individ nga e tërë bota të cilët I kanë ndihmuar hebrejt gjatë asaj periudhe, emrat e të cilëve janë të gdhendur në pllakat përkujtimore në këtë qendër memoriale. Disa prej emrave, përveç pllakave, e kanë të mbjellë edhe nga një pemë për nder të tyre, por jo të gjithë në mungesë të vendit. Këta emra tashmë e kanë një epitet dhe thirrën të drejtët në mesin e kombëve.